Si që thash, po bëj video dhe me një kamera të dytë, video të cilat do t'i shfaqë në vazhdimsi. Kështu që hap pas hapi, çdo moment, çdo gjë e bukur do të transmetohet tu nga kanali ynë, tu në YouTube, nëpërmjet kësaj platforme gjigande e cila a jep mundësi që të transmetojmë me cilësi high definition për momentin, por video e regjistruar do të jetë në formatin 4K. A jemi live dhe në retës? A jemi live? Nga keni ardhur çuna? Kosova, ku Kosova? Bravo. Dije Qilan me sa duket ka shumë tifozë që kanë ardhur nga Kosova për këtë ndeshje. Ose të paktën këta kjo lloj tifozërie shfaqet ose flet. 400 likes. Drejt zonës kullave binjake, ku është një pjesë e madhe e tifozërisë e pozicionuar dhe aty. Hap pas hapi, dua që t'ju përcjell çdo moment të kësaj feste. Mes që shumë ndjekës na bashkohen në vazhdimsi dhe të shkojmë në shifër rekord që shpëria sonë. Mendoj se kjo ndeshje është thelbësore. Live jemi, live. Nga keni ardhur? Nga keni ardhur? Nga Zvicra. Zvicra, po, të parë ndeshjen? Direkt? Apo direkt për ndeshjen? Bravo. Mirë, bra, nga Zvicra. Thjesht jam kurioz
për tifozat që shkojnë e vinë nga janë, me sa duket ka shumë që kanë ardhur nga larg, thjesht për të ndjekur ndeshjen e kombëtarës. Çfarë prezanton ti kur plerat e Kosovës shkojnë? Vazhdojmë dhe shkojmë. I afrohemi një tjetër zone, si që zona afër stadiumit. Tani do doja t'ju shfaqja pamjen në rrethinat e stadiumit, sepse ende nuk është bërë hyrja për në stadium e tifozërisë, por tek pjesa e jashtme, pase mund të ketë më shumë tifozëri, mund të ketë më shumë shikues të cilët kanë ardhur për të parë ndeshjen e kombëtarës live. Është atmosferë speciale e kjo sonde. Nuk besoj se do të ketë një atmosferë kaq të bukur në ndeshjet e tjera të kombëtarës. Dhe kjo ndodh për faktin sepse lozim me ekipin serb që sonte ne ekipi ynë kombëtar do duhet me patjetër të triumfojë. Për të mos zhgënjur 22.000 tifozë që kanë shpenzuar, kanë ardhur këtu nga larg për të parë ndeshjen e kombëtarës. Janë 22.000 tifozë që do të jenë brenda stadiumit, ndërsa shumë të tjerë do ta ndjekin ndeshjen nëpërmjet ekraneve të televizorit. Shumë të tjerë mbase do ta shikojnë edhe në lëvizje nëpërmjet pajisjeve të tyre smartphone apo tablet. Kjo është një zonë që nuk është se ka shumë sinjal të mirë të internetit, por do të kalojmë pak metra me tutje ku sinjali është më i mirë. Jemi shumë minuta bashk. Mos përdorni fjalor jo etik këtu në chat, sepse ky kanal është shumë familjar. Shikohet nga shumë njerëz që janë familjar, nga shumë prindër, fëmijë, të rinjë të reja, kështu që mos përdorni fjalor banal, fjalor që nuk është se fitoni diçka nëse përdorni fjalor të tillë, qoftë edhe kundër Serbisë, pse jo? Pse duhet me përdor fjalor të tillë? Thjesht nëse ne jemi aq të aftë, i fusim golin dhe kaq.
Kjo është zona ku tifozëria i drejtohet hyrjes në stadium. Që Shqipëria ka pranuar të lozë me Serbinë, sepse edhe Serbia nuk pranoi të lozë me Kosovën. Futja bllokat I lartë. Albert nuk e vura re, më thënë drejtën, sepse po fillova me 2 kamera një herësh dhe e kam pak të pamundur që të kontrolloj çdo koment. Në mënyrë që të përcjellë pamje sa më shumë, mundohem që të filmojmë në 2 pozicione një herësh. Ky është edhe stadiumi. Gjithçka lozet brenda asaj ndërtese, brenda atij objekti aty. Dhe nuk duhen shumë fjalë, thjesht duhet teknik, duhet përgatitje fizike në mënyrë që të fitojmë. Nuk është nevoja për shumë mundim, thjesht një gol ose 2 gola edhe jemi okay. Jemi në rregull. Mediat janë fokusuar sonte tek evenimenti sportiv, siç janë kanale kombëtare apo jo. Se shkuam 80.000. Unë e kam pamundur sepse kam kamerën tjetër në dorën tjetër, kështu që nuk kontrolloj dot asgjë. Like dhe subscribe. Like and subscribe. Faleminderit gjithë për urimet e 80.000 subscribesave. Quality is great. Thank you very much. You are welcome. We are now in Tirana, capital of Albania. Thank you very much for 800 subscribers.
e madhe sonte është që ekipi ynë marrë një rezultat të pastër. Një rezultat të pastër do e quaja 2-0. Ky do t'ishte rezultati që do t'na bënte krenar. Thjesht një rezultat i pastër 2-0. Por edhe 3-1 nuk do t'ishte keq, siç parashikoi edhe një shoku im që takova pak më parë në bulevard. Kam përshtypjen që sonte hyrja është reduktuar në të gjitha pjesët e stadiumit, pasi janë hyrje për shembull në anën jugore, lindore dhe nëse duket me sa kuptoj është bërë që të ketë hyrje dhe në anën veriore. Ndoshta dhe gaboj, mbase mund ta kem gabim, por duke parë numrin kaq të lartë të tifozëve që po futen vetëm në anën lindore të stadiumit, mendoj se janë bllokuar hyrjet në stadium në anët e tjera të stadiumit dhe kjo mendoj se është në formë teknike nga drejtuesit për të kontrolluar më mirë tifozërinë për objekte të palejuara në stadium. Mendoj që të lëvizim dhe të shkojmë në një pjesë tjetër të stadiumit, të shohim nëse është ajo që thash pra, që kemi të bllokuara disa nga hyrjet dhe është lejuar hyrja vetëm në anën veriore të stadiumit. Ky është pozicioni verior. Bordi. Mendoj që t'i bëjmë një xhiro rreth stadiumit dhe të shohim se çfarë bëhet aty. Mbaj një sekund fare, një sekund. Shqipëria dike! Para shqepse! Këtu bëhet dhe hyrja në stadium. Këto grupet me sa kam dëgjuar e kanë bojkotuar sa të ndeshin, pra ultrasit
disa prej flisave, disa prej tifozave kuqëzi, për arsye të biletave, sepse ka ngelur pa bileta, pra. Është arsyeja që ky grup shumë energjik i tifozërisë kombëtares nuk janë prezent sonte, paktën kështu kanë dëgjuar nga deklaratat që janë dhënë ato 2-3 ditë. Ka shumë që po futen tani dhe është pak e vështirë të depërtosh. Por megjithatë unë do të bëj maksimumin e mundshëm për të transmetuar gjithçka reale nga Air Albania Stadium, nga stadiumi kombëtares. Mirë, atëherë edhe mesazho, krau lindor është hapur tani më për ata që duan të futen në stadium. Ja afrohemi edhe krau lindor. Në mënyrë që të shohim çdo cep të stadiumit. Entra. Neem het in de douche. Fitore. Mesa mbaj mendu këtu në kanal, rekordi i shikueshmërisë ka qenë 7.000 ndjekës live, ndërsa sonte aktualisht jemi në 6.600 e disa shikues që po na ndjekin në transmetim direkt, kur jemi edhe në disa minuta që ndeshja të fillojë. Superuam edhe rekordin e shikueshmërisë. Kaluam 7.000 persona në atë. Kushtimin që sa do të shkojë 10.000. Hyrje shpërndajemi në video, keni like, subscribe.
Kemi ndeshjen brillante sonte mes Shqipërisë dhe Serbisë. Rezultatin e parashikoj Shqipërinë. Dhe thoni tani se sa parashikoni rezultatin, Shqipërinë ose 3-1 për 2-0. Ju sa e parashikoni kush mendon se do të përshënoj golin e parë të Shqipërisë. Dikush e ka mundësinë të më shkruajë këtu në chat për informacionin nëse ka dalë. Zakonisht del pak më vonë, por ndoshta edhe mund të ketë informacioni ekipit tonë. Serbët më intereson shumë, por ekipit tonë më intereson shumë informacionin që do të jetë sonte në fush. Dhe ne sa kalon? Neshe shumë e fort sonte. Ka fitojmë? Sa parashikon? E parashikojmë fitore për Shqipërinë, 3-1 për Shqipërinë. Edhe modrën Serbin. 2-0 e kam thënë kryet njëtë. 2-0, më mirë 2-0. Ço ta bëj? 2-0 edhe modrën Serbin. Amin. Edhe mami. Shumë Edhe gjyshe. ku janë dhe çunat që plotën energji i urojnë nuk kam të shpëj,
Do t'i dëgjoni këtë shprehje. Por janë elektrizuar shumë tifozëria ku që si sonte. Tremeni. Ma 2-0 më duket rezultat më i pastër. Është si ai tehoj thikës që të pret dhe nuk ndjenë si 2-0 më mirë. 2-0 është rezultat kristalizues, është kristal. Tifoz 20.000 bileta të shqipit. Fizike që çdo fizike që fletet me pjesa të brendshme e sfida dhe ekipi të marrë atë fitore që e patjetër duhet ta realizojë sonte. Është një mbrëmje shumë e bukur kjo. Doni njëri fare. Stadiumi bujqësi. Opina për formasi ke. Formacioni nuk e di nëse është korrekt, nuk e di pin. Formacioni i mundshëm, pra ndoshta jo zyrtari, ky që thotë Anç, thotë Strakosha, Hysej, Gjipshiti, Ajeti, Mitaj, Aslani, Ramadani, Laçi, Proja, Daku dhe Hoxha. Nuk e di nëse është ky formacioni përfundimtar pra, por ndoshta është i mundshëm. Dikush më shkruaj më sakt sepse Ançi ma ka shkruajtë si ta i tani. Edhe tregtarët e fareve sonte për unë
përveç atyre që shesin plisa apo shesin simbole kombëtare. Kështu që stream thotë si jam live. Mirë regjistrohet ta kesh për më vonë. E fort. Ja, më e mora hua. Që në komenti që ka bërë mani Alberti Demekër thotë formacioni thotë është hys. Strakosha, Hysaj, Ajeti, Tipshiti, Mitaj, Aslani, Shehu, Laçi, Hoxha, Broja dhe Manaj. Shohim nëse ky do t'jetë formacioni. Burim për 8.000 djegës, o faleminderit shumë. 8.000 zemra përgjithësi. E di çfarë do doja unë nga ju, të gjithë që po ndiqni tani live, do doja të gjithë dëni koment flamurin ton kombëtar kuqezi. Duhet të ndizet çati kuqezi. Kuqezi, gjithë çati. Ndizet çati kuqezi. Asnjë flamur se. Edhe kundrejt atyre që sjellin flamurin sërt për çat. Thjesht le të jeni poshtë në flamurin. Sfera që se son por shqiptarë shumica e atyre që po ndjekin perspektivë të tërpërdrejta ku në internet janë këtu te kanali ynë Albert Video. E shikuar që son do të ndjeki 10 rekordi i historisë së krimit të kanalit. Ishte që këto janë të gjithë tifozë që kanë blerë në një bilet, dikush edhe mund të ketë përfituar nga shpejtësia ose nga fati dhe ka arritur të marrë një bilet me çmim real, me çmim minim, por shumë të mirë. Kanë blerë një bilet me çmim shumë të shtrejtë. Kanë dëgjuar të paktën që një bilet është shitur me një çmim të saktë. Imagjinoj të marrësh një bilet me çmim një 50 euro. Sa duket tifozeria reagon. Bëj dhe pamje të regjistruara që do t'i shfaq. Pak më vonë madje do t'jenë pamje me cilësi më të mirë, me cilësi 4K.
mendoj se nuk është fare në kështu. Sa shura tani dhe sa minuta ngelem, sepse kam përmendur që të shikoj dhe duke qenë se jam në transmetim direkt dhe I kam Tuja duart e zona, kam një kamerë tjetër për regjistroj një video që do ta shfaq për shikuesit me cilësinë 4K. Ai do të jenë mirë tani do ujë. Në më kanë të shparin në baga. Poli do visto jam të shparin. Sony Imaginoj 45 minuta ne kemi vajtur 12 ose 13 këtë. Ja ke për të parë. Në fund, kur mbaroi ndeshja,
Bomba qua! Hadi Reinhard, dışına kal. Kontrollo për ndonjë problematik. Deri tani nuk e shoh që do të ndodh, gjithçka të shkojë mirë, nuk ka arsye, nuk ka asnjë arsye. Gjithë pra dhe i drejtohen që mesat Vend, ndryshojmë lokacion.
Shtuket kjo Ilirian. People, bro. Look at this. Bueno, musicosa, no sé, amiga, cautiva, musicosa. ¿Cómo la hizo a mí? Düşünün.